Përshëndetje të gjithëve. Recetën e ditës së sotme mund ta përgatisni edhe gjellë mbi sobë, por mund ta përgatisni edhe tavë në furrë. Është një tavë me patallxhan të mbushur. Fillojmë nga puna. Këtu kam 1 kg me qep, do t'i gri imët te ky grirësi i perimeve. I ndajmë në pjesë relativisht të mëdha dhe i vendosim në grirës. Vazhdojmë të presim edhe qepën e fundit. Për më pak se 1 minutë qepët i kemi gati. I vendosim qepët e grira në tavë. Si ju kam thënë edhe në receta të tjera, këtë tenxhere mund ta përdorim në 3 mënyra. Mund ta përdorim tikan të thellë, mund ta përdorim tavë, por edhe tenxhere. I shtuam 50-60 ml vaj ulliri dhe i bëjmë një kaurdisje derisa qepa të bëhet transparente. Po i njëjti grirës do grim dhe 4 speca. I grim edhe specat në pjesë të vogla. Fare mirë, të gjitha perimet mund të prihen dhe me dorë, por natyrisht që të merr kohë më shumë. I bashkojmë qepët bashkë me specat. Pasi zbuten për 3-4 minuta, shtojmë mishin e grirë. I përziejmë të gjitha bashkë derisa mishi të ndryshojë ngjyrë. Shtojmë 1 dorë me domate pomodorini. Nëse nuk i keni këto domatet e vogla, atëherë fare mirë mund t'i shtoni 2 domate normale, duke i pastruar nga lëkura. Natyrisht duke i prerë edhe në kubik. Shtojmë 3-4 lugë të gjellës me salcë domate ose pure domate. Por tani jemi në sezonin e dimrit dhe më shumë unë përdor salcën në gatime, pasi domatet nuk kanë shumë ngjyrë. Këtu kam patallxhan të pjekur. Këta patallxhan unë i kam pjekur nga vera dhe janë gati për tu përdorur. Jo vetëm që të ruajtura nga vera janë ekonomik, por kanë dhe tepër shije nëse do t'i piqni. Unë ja u kam sjellë recetën si i ruaj unë perimet gjatë periudhës së dimrit. I grim 4-5 thelpinj hudhër, boll shumë kërkon hudhra patallxhani. I rregulloj me krip, piper të zi. Shtojmë edhe miksin e erëzave. Do t'i mbuloj me ujë dhe do t'i lëm të ziejnë për 30 minuta. Këtë recetë, si u thash edhe në fillim, mund ta përgatisni edhe në tenxhere kështu me pak lëng, por mund ta përfundoni edhe në furrë. E ziejmë për 30 minuta me zjarr të ulët sigurisht. Dhe më pas e vendosim në furrë. Ka ngelur shumë pak për të vendosur në furrë. Unë do takoj vetëm pjesën e sipërme të sobës dhe do e pjek. Ja dhe tava e sapo pjekur. Në fund fare unë i shtoj majdanoz. Gjithmonë patallxhanëve u shtoj edhe rikon. Mirë është ja shtojmë pasi i kemi nxjerr nga zjarri, pasi patallxhani kur zien me rikonin merr hidhërim. Dhe ja ku e kemi tavën të shpejtë, të thjeshtë, të shëndetshme dhe e shijshme. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.